Hashim Thaçi ka punu për popullin e vet. Me Hashim Thaçin e kena pas 30 cent e kena pas bukën. Me Albin Kurtin sot e kena 70 cent motra jem. Edhe krejt që ato rrugë, Hashim Thaçi i ka punu e i ka nreq. Inshallah sa më shpejt në shohën edhe ta. Nuk bën pa rrym nuk ka jetë, bre, nuk ka jetë pa rrym. Po tash po na nal rrymën, tash i ka fituar zgjedhjet e veta, ai lun me popullin qysh t'ia don shpirti, ai lun dash vet. Më shumë pa të ndihmon Mërgata, sa pa të ndihmon qeveria. Shqyr zot që kemi sta Mërgatën, Allah i rujt kudo që janë në fund botës. Se më shumë pa na dalin zot ata, sa që kjo qeveria 4 vjeçare. Tëra dytë që po të intervistojmë dhe e dim paka shumë edhe jetën tonë që te ke lanë mërgimin edhe Po. në Kosovë. Ke jetu në Itali edhe e ke praktis dhe me thonë mërgimin, ke ardhë me jetu edhe me investu këtu në Kosovë. Po, e vërtet. Mu merë me punë të bujqësisë. Edhe ta shte, qëfar ndjesie po t'jep kur për krojën që do të me ma nuk e mene asë për shtetit, edhe të njëjtën ku në vitin 2026 halon bujnë për probleme esenciale dhe thelpsore që nështë ti vetë ke jetu në Itali dhe tash mi tregu italianit që na në Kosovë hekim pa rrym, janë i skeshë dhe nuk i besohet. Qëfar ndjesie po t'jep, a i shgënyu, a i pendu që e këty në Kosovë? Qyre, edhe shteti që nuk ka punu, hajtë se kena pas problem, hajtë se rregullohet kjo punë, po tash rrymen, pse po e nal rrymen, pse po ja nal populli dritën, se me qatë rrym populli po kryjnë punë, po i kryjnë krejt shpenzimet po i kryjna. Sha du me ban tash unë na që i kem sanët me rrym tash me pjek në i bukën e i sana me ban. Nuk dhezit shpëreti a dhez kur a dhez, tash mo nuk dhezit shpëreti. Nuk ban pa rrym nuk ka jetë, bre, nuk ka jetë pa rrym. Po tash po na nal rrymën, tash i ka fituar zgjedhjet e veta, ai lun me popullin qysh t'ia don shpirti, ai lun dash vet. I ka marrë votat që i ka meritu, po meri votat, po dili popullit, a i ka dal popullit në përveshime, nuk i ka dal as një popull, sa populli ka met pa hongër, pa pi, sa njëri është pa jetë që se ka mirë, njerëzve i ka një ujë mrena, nuk po e thomë veç për muë, une krejt popullin e kom pa që e ka marrë Kosovën, me vëshime, me krejt, mrena ujë, s'kan pas as qëtër rrugdalje. Sa do pak qeveria me ndihmu bre popullit varfër, sa mund është me ndihmu, me mundësi, mos shko ti, pa shkoj pa ena me gjypa zi e prej shtetit, a i vetë ka thonë nuk janë në theke me gjypa zi une, po qysh me gjypa zi, ti a pa ena është me 4-5 gjypa. Qure, Hashim Thaçi, tash po e ceki, tash po janisi, Hashim Thaçi, nuk ka punu për popullin e vet. Me Hashim Thaçin e kena pas 30 cent e kena pas bukën. Me Albin Kurtin sot e kena 70 cent motra jem. 70 cent e kem bukën me Albin Kurtin. 30 cent e kena pas me Hashim Thaçin. Pashat madhin zot. Edhe krejt që ato rrugë, Hashim Thaçi i ka punu e i ka nreq. Inshallah sa më shpejt në shohën edhe ta. Se edhe babën vetë kom ushtarën e. Edhe baba e mu mdhimet me më shku që ti që. Pasha zotën. E vërtet qëre tash të politika është tjetër sa në Hagë janë të gjyku për pjesën e luftës edhe po shpresoj që lirohen. Nëse ka diçka për të cilën ata do të mu dënu, le dënohen popullin e Kosovës, prej gjykatës të Kosovës. Çfarë mendimi ki për Albin Kurtin te Ramadan? Se po shoh që po flet me shumë mlef edhe me shpirt lëndum. Për Albin Kurtin, kisha thonë sa ma shumë me punu, për popullin tënë, për popullin e Kosovës, se edhe populli po të voton. Po ta beson e pi rish popullit afer, terisa të fiton votat, po rri popullit pak ma afer. Qyri njerëz. Është politika që i ka fitu zgjedhje, dhe me thonë, i vetëm pas një koalicion, me një përqindje shumë të madhe edhe pa tjetër që do të me bë punën e vetë që shduhet. Po a mendon që ka më bëna herë mirë në Kosovë? Pasha zotën, nuk besoj vi që shalla do zoti bandë mirë për këtë popull të shkret. Ballken vujt në luft, vi që tash pa vujnë edhe ma shumë pa rrim. Ball luft, a hadën luft, ardhe sa ardhe, a ka në luft, unë për veti nuk e majnë mend, për shumë, unë kom një,
për familjarve, pasha zotin ma mire kënë pas sendet për para, sa që tash me 3 sende mu 3 mësën blesh kur gja. 50 euro, pa të hupin, s'pa ka hiq fitim bre, pasha zotin e madh, hiq fitim s'ka. Send, hiq, jetë e shtrejt, apo jetë e shtrejt, ti në Itali jo pak ma lirë, që të që janë pak ma shtrejt, pasha zotin, do sende ushqimore, ma lirë janë mërgim, sa janë Kosovën tonë. Pasha zotin, shumë sendet shtrejnë. E që shumë në ndanko që po ja dalim, se për shambull çmimet janë në status. Pasha të madhin zot qëre... Pa po ja dalim, diqysh po... Shqyqër zotit i kofrën falë ati net, se s'po merë ngrit, s'po merë burë, e po na len pak me punu. Shë pasha të madhin zot që të qenë në Kosovë ishëm me rru. Për ushqime shtrejta, katastrofë, po ka derë të lumi zot, edhe pak pa munduam, pa qarkullojmë, pa kuptush, jo këto, pa punojna, se valloj me pas kanë burë, e mas me mujt me dalë, pasha Allahun e madh, ishëm mujt që të qesh. S'kishëm mujt me dalë, nuk ishëm mujt me dalë, pasha zotin. Përmendëm pak që ju ka bo dome edhe në Silash, po? Po. Edhe të njëjtën kohë ushqimin e bagëtive, edhe tregove që ushqimi kafshëve është rritur shumë. është rritur shumë, do me thonë... 5 euro është boni duj. 5 euro boni duj sanë, do me thonë tash qaj silazhi që aprish i lopëve, se ajo është misër, për na kena bon silazh, e kena korra, apo kuptosh? Edhe tash qaj thesi për me ble na është 7 euro. Po tash na nuk po i kem kushtet ma shumë, nuk po muj me dal, a dhe i ble na 10,000, 20,000, po tash na 100,000, 700 euro, s'muj me ble, se pa duhet me angër pak love, pak me majtë familjen, kam i shky ato pare, kam i shky 500 euro, a te kafra, a te familjara, mos zot s'mu dikush, tash 20-30 euro, a i shqyqyr që pa janë, 20-30 euro vish barna, barnishta, apo kuptosh se tash o gripi, jo thmija, jo s'mu thmija, jo s'mu nana, jo s'mu motra, pa duhet me qu, sha me bon tash me 500 euro na, a me këqyr, me ble ushqimin e kafshve, a me ble për familje, ka me qu, 7 euro tash a bon një thes silash, sha me bon tash, ato e në prish, ato kënë ardhë për zotit, po tash duhet me dal pak, sa do kush e qek me në ndimu pak, mas me na la me vujtë si popullin e Kosovës. Po ndihma do të më kërku mas shumë të prej shtetit Kosovës, për shkak se do të më ndajmë ndihmë. Po unë kam dëgjuar që edhe subvencionet, cilat është dasht me i marrë jo, kur është dasht me i marrë subvencionet? Subvencionet a duhet me i marrë në shtator, në tetor. Shtator, edhe Hala nuk i kena marrë, të misrit, hala, të gronit se kena marrë, qumshtit se kena marrë, hiq asni subvencion se kena marrë. Ai ma shumë pat njëmon mërgata, sa pat njëmon qeveria. Shqyqyr zot që i kemë qëta mërgatën, Allah i rujt kudo që janë në fund botës. Se ma shumë për në dalin zot ata, sa që kjo qeveria 4 vjeqare. Po pse Ramadan kjo ngecje e shtetit në këtë pjesë, do me thëmë pse janë nuk pëlqohen subvencionet për shkak se si i vetme edhe në momentin që folë për këtë problematik, fletë për gjithë kolektet tu, për gjithë fermerët edhe vëjshit e tjerë. Aje din vetë, pse s'pin shanë? Aje din vetë, pse s'pin shanë? Subvencionet e bujshve, subvencionet e prodhusit, që thë kësë bënë më shkel prodhusi. E ku më prodhusi tash? Ku jeti? Tash ajo në karrik, ne jena këto shëmi bëhe, s'pa vjen me na vizitu. Aje vetë, din ku janë subvencionet. Ma i me që mos i naj. Ramadan, ushqimi bagëtive është trejtu, po produktet e qumshtit, qa shqit një prej produkteve të qumshtit, qumshtin? Apo qumshtin, vetëm me dërzojmë qumshtin, po qumshtin e dërzojmë... është shtrejtu litra e qumshtit pas... Allah, ja shtrejtu 2-3 cent. 2-3 cent, sa po shkajnë litra e qumshtit me shumic? 60. 60 cent me shumic. Po 50 mas gabofsha 58 a konë, 60 a bom doke, 60 cent. Po me pakica, e shqitni apo nuk e shqitni me pakica? Ja, na vi që dërzojmë shtu që, vitëm me dërzojmë, po para një avën të kalzova, që ish pas prish krejt puna rrymës 300 kila më kënë prish qëmt, a duf me i gjuhë, se nuk muj me bon sa i prishit të helmën, a kuptur. S'kem ша me bon, a prish, a duf me gjuhë, 300 litra. Që kjo bim vjen prej Zotit. Edhe këto vërshimet... Po, edhe vërshimet, krejt në regët prej Zotit vinë. Po që kjo rrim po vjen për njëriut, po na prishen senet, po na prishet qumshti, shka me bona,
ku me qu ata që në prishën, duhet me gjunë e lumë. Kusha me bon, ai nuk pijet, nuk marrohet as një gjan. Ai qumshti ja prish se shkaku i rrymës. Rrymën kush pe asi? Rrymën nuk e nal Zoti, njeriu i ka në pundur. Çka ka bën ai me rrymë nuk di gjane. Katastrofë, shumë katastrofë. Është kjo rrymë. Ti e thash shumë mirë që është esenciale, ka shumë njerëz që sot ngruhen domethënë me energji elektrike, ka kaluar edhe vetë shporetave. Ma ndej mërgjimtar të ata vinë prej, i bojnë gjitha ato... Vinë prej Amerike, vinë prej Gjermanisë, ai mërgjimtari pa vjen mu kënas tu. Mërgjimtari e keni pa edhe vetë, a nal rryma për vitri. Unë e kom pa vetë një intervistë si a nal rryma, ka nej 2-3 ditë mërgjimtari ka ikë. S'kom sharritha pa rrymë, tha në Kosovë, tha. Shka me najt pa rrymë, edhe s'ka faj mërgjimtari, pasha Zotin, pe i bon disa kilometra për Gjermanisë, për Zvicrës, për me arë me pa familjen e vetë, e mërmalli edhe për Kosovë, shkon vjen këtu, vjen në rësirë, me qira duhet me najt. Unë e vetë për vitin e ri, me 2-3 qira e kom dhejës për vitin e ri, te sa arë, 1 orë po, 2 orë jo, 1 orë po, 2 orë jo. Kjo katastrofë probleme në Kosovë. Pasha të mallin zë probleme, se shka është ka bandë me këtë energji, këtë struj, hajrë e banë Zoti, e hajrë e banë ftymë, veç e kënë morë për 4 vjetë. S'kam shafoli, ma. Inshallah banë të mirë për popullin tonë, edhe mërgjimtarë Zoti rujtë kudo që janë.